3 fëmijë mbetën të plagosur në Tiranë, njëri prej tyre në gjendje më të rëndë pasi u përplasën nga një makinë ndërsa po lëviznin me monopatin. Aksidenti u shënua pranë kryqëzimit të Urajsh Hotel Dajtit, ku sipas burimeve 3 të miturit që udhëtonin me 2 monopatina nuk respektuan një semafor. Për pasojë u goditën nga një automjet që drejtoi nga një 41 vjeçar. Përplasja duket se ka qenë e fortë, siç tregojnë edhe gjurmët në vendin e ngjarjes. Një prej të miturve mësohet se ka marrë dëmtime më serioze në kokë, ndërsa 2 të tjerë në krah dhe në këmbë. Që të 3 u dërguan për trajtim të specializuar në spitalin e traumës. Nga rindërtimi i ngjarjes rezulton se makina që drejtoi nga një 41 vjeçar ishte duke ecur në korsinë e dedikuar të mjeteve të transportit publik. Shoferi u ndalua ndërsa pritet që ekspertët e sigurisë rrugore në Policinë e Shtetit të kryejnë një ekspertizë mbi shkaqet e kësaj ngjarjeje të rëndë. Aksidenti ngre një herë alarmin për përdorimin e monopatinave nga fëmijët pa njohuritë e nevojshme të qarkullimit rrugor, çka sipas ekspertëve është një faktor i shtuar për aksidente.